Një teknik moderne kirurgjikale në Spitalin Amerikan 3 po ndihmon pacientët me kancer të fshikësës urinare të rifitojnë funksionin normal të urinimit më shpejt dhe të shmangin sistemet e pakëndshme për largimin e urinës nga trupi. Dr. Faruk Dogan, shefi i departamentit të urologjisë në Spitalin Amerikan 3, shpjegon se zgjidhja më e avancuar është ndërtimi një neofshikëse ortotopike, një fshikës e re brenda trupit që i jep pacientit mundësinë të jetojë normalisht. Pas heqjes së fshikësës, pacienti ka dy mundësi. E para është një dalje e jashtme për urinën me një qese plastike në bark, por metoda që ne përdorim në Spitalin Amerikan 3 është shumë më avancuar. Ndërtimi një fshikëse të re me pjesë nga zora e hollë, e cila vendoset në të njëjtin vend si fshikëza origjinale. Kjo fshikës e re lidhet me ureterët dhe lejon urinimin natyral përmes uretrës. Në këtë fshikës të re, të gjitha materialet janë nga trupi i pacientit, duke eliminuar nevojën për antibiotik apo medikamente imunosupresive për të parandaluar refuzimin. Ndryrja komplekse dhe delikate realizohet me sukses në 90 deri në 95% të pacientëve që i nështrohen cisektomisë. Rezultatet janë shumë të kënaqshme, si për pacientët ashtu edhe për mjekët. Pacienti nuk ka më nevojë për qese të jashtme, nuk ka plagë të dukshme dhe nuk kufizohet në aktivitetin e përditshëm. Mund të notoj, të udhëtoj, të punoj pas një pengesë fizike apo psikologjike. Neofshikësa ortotopike është një nga risitë më të mëdha të kirurgjisë urologjike bashkëkohore. Kjo teknik, e kryer nga Dr. Faruk Dogan dhe ekipi i tij, aplikohet tashmë edhe në Shqipëri, në Spitalin Amerikan 3, duke ofruar zgjidhje të standardeve ndërkombëtare për trajtimin e tumoreve të sistemit urinar.